Bletaria është një zanat i hershëm, zanafilla e së cilës daton që prej shumë shekujsh, duke vazhduar deri në ditët e sotme e trashëguar brez pas brezi. Bletaria është një disiplinë që merret me rritjen dhe kultivimin e kolonive të bledëve të mjaltit, zakonisht në koshere të punuara nga njerëzit. Ky zanat në trevën e hasit nuk është lënë pas dore pothuajse asnjëherë, sepse nga viti në vit, kjo trevë ka pasur dhe vazhdon të ketë bletarë të mëdhenj dhe të dalluar. Ndër bletarit e shumë të kësaj treve është edhe Latif Temaj, i cili këtë zanat po e ushtron me vite. Temaj thot se ku njeriu ka vullnet dhe pasion për një punë, vështirësitë pothuajse mposhten tërësisht. Përshëndetje, mirë dita. Quhem Latif Temaj, fshatit Kushnin Hasit, komuna Prezrenit. Është një fshat i mirë, fshat i bukur. E ka natyrën, vendin e bukur e ka. E pra ato që ka vendin e bukur, natyrën e bukur, ku mos t'i baj edhe bletët, pra bletët i kam që 20 vjet diku. Pse mos i boj, kur na ka dhënë Zoti ton këtë natyrë të bukur, edhe jemi për shemb afër pashtrik i ftune, që duket. Edhe shoqë Zoti në gjendje të mirë shumë. Tonë shta ma mirë për kretëve që pesticide nuk ka. Ky fshat s'ka sërpik në sen, ku që pra që atë punë edhe kanë gjendje këtu shumë të mirë. Thojnë bletarin e mirë, nuk e zonë bledë. Kështu që unë kom besoj që keni pa edhe da video tjerë në vazhdim, të shpeshe që vitet këtu s'ka në problem kur që zë. Po në jo rastisht më piskue, nuk kam problem kështu me alergji, kështu që i falemderoj Zotit që kemi natyrën, ta shpesëm, e moj bledë këtu i moj me të kalëgju drejt trektarë nuk jam, po i moj ma shumë për nevojë familjarë, ma moj për shpi ma shkurt, është mjallë të mirë. Bio i thamë për ashtu se nuk ka pesticide, dhe më ka ambienti shumë të mirë, kështu që jam i kënaqur shumë. Tregtari po, jam po hobi im është timoj, pse mos i marr ku ka mundësi më shpëzue, pse më shpëzue.